Shqipëria shënon një hap më pranë Bashkimit Evropian me hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4 të Agenda e Gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Konferenca e 6 ndërqeveritare u mbajt në Bruksel dhe u bashkëdrejtua nga kryeministri Edi Rama dhe ministra daneze për çështjet europiane Marie Bjerre. Kështu vendi nis zyrtarisht negociatat për 4 kapituj: politika e transportit, energjia, rrjetet transeuropiane, mjedisi si dhe ndryshimet klimatike. Përpara takimit Komisionera Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kroos priti Ramën tek muri i zgjerimit, ku hoqën shenjën e kuqe nga 4 kapitujt, duke i bërë me të verdhë që simbolizon hapjen e tyre. Kroos gjatë konferencës përshtyp vlerësoi sërish ecurinë e Shqipërisë në këtë proces si mbreslënës, ndërsa shtoi se edhe Bashkimi Evropian ka përgjegjësi të mbështesë këtë kandidate kaq të zellshme, siç u referua ajo vendit tonë. Shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse, ende nuk ka bërë një vit në detyrë. Dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. E di që presidenca daneze dhe të gjitha shtetet anëtare janë plotësisht të përkushtuara që të shënojnë progres në momentin që përmbushen të gjitha kriteret. Dhe po të përdorja terminologjinë olimpike, do të jetë më shpejt, më lart, më fort edhe me një ekip, një punë në ekip. Dhe siç e shihni, ka një trekëndësh të fortë që e mbështet procesin e zgjerimit në tërësi. E ardhmja e Shqipërisë është në BE, nuk ka as pak dyshim për këtë, dhe sot jemi një hap më pranë për të arritur këtë objektiv. Numri 1 i qeverisë Rama tha se në këto 2 vite, deri në arritjen e objektivit vendosur që deri në 27-ën të ketë të hapura të gjitha grup kapitujt, duhet që të rishpikin veten. Kryeministri tha se duke marrë parasysh se ky grup kapitull i agjendës së Gjelbërt është sfidues, kanë krijuar një ministri më vete vetëm për mjedisin. Tashmë kemi një ministri e ministër të dedikuar për mjedisin. Ekskluzivisht. Më duhet ta pranoj se ky është rezultat edhe i një farë trysnie nga kanalet e BE-s për ta bërë një gjë të tillë. Sigurisht, trysni miqësore me argumente të mira. Rama nuk kurseu batuta teksa tha se për herë të parë vendi ynë ka zgjedhur vetë me kë do të martohet. Më sfundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori, pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi ku më sfundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Edhe ministra daneze Bjerre vlerësoi rezultatet e arritura nga Shqipëria. Danimarka tha ajo, vendi i cili mban aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian, do të bëjë çdo gjë të çojë përpara zgjerimin. Zgjerimi është për një nevojë gjeopolitike, na duhet që të ecim përpara me zgjerimin për një BE më të fortë, më të sigurt dhe saktësisht. Kjo është arsyeja pse zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze. Ja pse jam vërtet shumë e kënaqur me konferencën e sotme ndërqeveritare me Shqipërinë që çeli grup kapitullin 4. Ky është një hap i domethënës për Shqipërinë dhe për BE-n, po kështu aq më tepër sepse shënon grup kapitullin e 6 që çelet vetëm brenda një viti duke lënë vetëm një që të hapet. Deri më tani Shqipëria ka çelur 5 nga 6 grup kapitujt kryesor themelorët, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm dhe konkurrueshmërinë me rritjen gjithëpërfshirëse, Agenda Gjelbërt dhe ndërlidhja qëndrueshme. Konferenca e ardhshme ndërqeveritare e planifikuar me 2 tetor do të përqendrohet tek grup kapitulli i fundit, bujqësia dhe kohezioni.